Transmeton Imam Ahmedi në librin e tij Zuhd, Tabaraniu dhe të tjerët, se Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu në prag të vdekjes së tij ja dha një këshill djalit të tij dhe i tha: "Ya bunayya innaka lan talqa ahadan huwa ansahu laka minni." O djali jam, nuk ki me pa dikën tjetër që është më i sinqert me ty sesa unë, sesa babi jot. Idha arata an tusalli fa ahsin wudu'ak thumma salli salatan la tara annaka tusalli ba'daha. O djali im, nëse dëshiron që të falësh ose kur dëshiron të falësh, merr wudu, abdes ashtu siç duhet, pra përkrye abdesin mirë, dhe pastaj falë namazin që mendon se nuk do të falësh më pas atij namazi. Wa iyyaka wa tama fa innahu faqrun hadir wa alayka bil ya's fa innahu al ghina. Po ashtu ke kujdes nga lakmia, nga se lakmia është varfëri që shoqëron vazhdimisht. Kurse mos lakmia ose të përmbajturit nga lakmia është pasuri. Po ashtu i thotë: "Wa iyyaka wa ma yu'tadharu min." Gjithashtu ke kujdes dhe ruaju nga çdo gjë për të cilës do të kërkosh falje.